Le të shpjegojmë si funksionon aparati tretës i njeriut. Zorët janë një pjesë e rëndësishme e aparatit tretës. Ato luajnë rol në tretjen e ushqimit. Tretja është procesi se si trupi e kthen ushqimin në energji. Në tretje ndihmojnë dy faktorë të rëndësishëm që janë enzimat, prodhohen nga qelizat e aparatit tretës, ndihmojnë zbërthimin e ushqimeve dhe probiotikët janë bakterie të dobishme që ndihmojnë tretjen. Pra, i zbërthejnë ushqimet në zorë. Ushqimet që ham përbëhen nga proteinat, brumrat, yndyrnat dhe vitaminat. Pasi shpërbëhen në zorë, trupi i thith ato më lehtësisht. Brumrat ose drithrat, karbohidratet, përthithen nga zorët e holla. Ato përbën gjysmën e sasisë ditore të ushqimeve. Në fillim zbërthehen nga enzima që prodhon pankreasi. Proteinat zbërthehen ngadalë nga acidet e stomakut, pastaj nga pankreasi. Gjithashtu yndyrnat zbërthehen nga mulçia, tëmthi, për të hyrë pastaj në gjak. Vitaminat trupi i merr nga frutat, perimet dhe nëpërmjet fibrave. Fibrat mbeten të patretura në zorë, kështu ato nxitin lëvizshmërinë e zorrës dhe ndihmojnë jashtëqitjen normale. Zorët janë quajtur dhe truri i dytë për shkak të sistemit nervor të pavarur nga truri. Nervi vagus komunikon me trurin duke ndikuar tek humori, tek emocionet. Serotonina është një hormon neurotransmetues që prodhohet në zorë dhe rregullon shëndetin mendor. Pra, për një mirëqenie të përgjithshme fizike dhe mendore, nevojitet një ushqyerje e ekuilibruar me të gjitha vlerat. Ushqimet që përthithen më mirë në zorë janë ato natyrale, jo shumë të përpunuara, që përmbajnë probiotik, siç janë kosi, djathi, buka e zezë integrale, majat, turshit, uthulla e mollës e tjerë. Pra, për një imunitet të mirë dhe për një shëndet të mirë fizik, nevojitet një ushqyerje e balancuar me të gjitha këto që thamë më lartë. Faleminderit.